Emra dhe prova të reja në aferën e Eko Park të Durrësit, Partia Demokratike hetim urgjent nga SPAK. Përmes një deklarate për media, zëdhënësi antikorrupsion në Partinë Demokratike Genta Vangjeli u shpreh se Partia Demokratike ka dorëzuar në SPAK një kallëzim penal ndaj kryeministrit Edi Rama lidhur me aferën korruptive Eko Park. Ajo bëri me dije se kallëzimit i janë shtuar fakte të reja që implikojnë edhe më tej kryeministrin. Sipas Vangjelit, veprimet e dokumentuara tregojnë një plan të mirë organizuar korruptiv në bashkëpunim me kompanitë e inceneratorëve. PD i kërkon SPAK të hetojë në mënyrë të thelluar këtë çështje në interes të transparencës dhe llogaridhënies